Patjetër që ne nuk do të mjaftohemi me kaq, sepse përtej kësaj infrastrukture do re dhe domosdoshme, është po kaq e domosdoshme që ne të mbështesim universitetin për të fuqizuar me laboratorët e nevojshëm, për të fuqizuar me teknologjinë e nevojshme në mënyrë që ndryshimi epokal që po ndodh kudo në botë ta përfshi fuqimisht edhe universitetin. Dhe në fund dua ta mbyll pikërisht me këtë ndryshim dhe me domosdoshmërinë që në çdo universitet ne të krijojmë sa më parë hapësirat për t'i dhënë mundësi pedagogëve, për t'i dhënë mundësi studentëve që të aktivizojnë talentet dhe dijet, por dhe kuriozitetin e tyre intelektual për inteligjencën artificiale. Është absolutisht e domosdoshme, por është dhe absolutisht e mundur.